Ngushtica e Hormuzit ndodhet midis Iranit dhe Omanit, duke lidhur gjirin persik me gjirin e Omanit dhe detin arab më të gjerë. Ky rajon kontrollon deri në 21% të konsumit total global të naftës. Në veçanti, mbi 70% e naftës bruto që kalon përmes ngushticës është destinuar për ekonomitë aziatike, duke e bërë atë një çështje kyçe të sigurisë kombëtare për Kinën, Japoninë dhe Indinë. Prania ushtarake rrallë duket e rastësishme. Anije luftarake nga disa vende operojnë në ujërat përreth. Misionet e eskortave, fluturime e mbikëqyrjes dhe stërvitjet detare zhvillohen në një horizont që duket i qetë, por rrallëherë i çlodhur. Gjeografia lë shumë pak hapësirë për manovrim. Çdo anije ndjek një rrugë të përcaktuar, çdo lëvizje vëzhgohet. Një korridor i ngushtë ujor monitorohet vazhdimisht nga fuqitë e mëdha. Në këtë hapësirë të kufizuar, distanca duket më e shkurtër dhe vendimet ndihen më të rënda. Ndikimi i tij vjen nga përqendrimi. Një pjesë e madhe e tregtisë globale detare të naftës kalon çdo ditë përmes kësaj porte të ngushtë. Së bashku me një pjesë të konsiderueshme të dërgesave botërore të gazit natyror të lëngshëm. Tregjet e energjisë në kontinente të largëta varen nga anijet që kalojnë këto ujëra pa ndërprerje. Një vonesë këtu mund të përhapet në rafineri, rrugë transporti dhe qendra financiare shumë larg. Ky është paradoksi i këtij vendi. Ekonomia globale funksionon përmes numrave të mëdhenj dhe rrjeteve të gjera. Megjithatë, një pjesë e madhe e energjisë së saj vazhdon të kalojë përmes një kalimi që është vetëm disa dhjetra kilometra i gjerë. Këtu, kontrolli nuk kërkon gjithmonë pushtim. Ndonjëherë kërkon vetëm aftësinë për të ndërprerë. Një ishull i qetë formon një pikë të mpret strategjie. Qeshmi shtrihet përgjatë bregdetit jugor të Iranit, duke u zgjatur pranë ngushticës së Hormuzit si një portë e gjatë prej guri. Nga njëra anë, gjiri persik ngushtohet drejt detit të hapur. Nga ana tjetër, territori i Iranit mbledh porte, sisteme radarësh dhe infrastrukturë ushtarake. Ishulli duket i thatë, i ekspozuar dhe i ashpër. Megjithatë, kjo qetësi është mashtruese. Këto ujëra mbartin një pjesë të madhe të energjisë së tregtuar në botë, dhe qeshmi ndodhet aq pranë sa ta vëzhgojë këtë lëvizje në distancë të afërt. Në vitin 2024, rreth 20 milion fuqi naft kalonin çdo ditë përmes Hormuzit, së bashku me afërsisht 1/5 e tregtisë globale të gazit natyror të lëngshëm. Nga një terren i tillë, gjeografia kthehet në avantazh. Rrugët detare ngushtohen dhe mbikëqyrja zvogëlon distancën. Një anije që kalon në ngushticë nuk kalon thjesht ujë. Ajo hyn në një fushë llogaritje. Kjo është arsyeja pse militarizimi duket i integruar në peizazh. Forca detare dhe raketorë iraniane operojnë në këtë korridor dhe qeshmi ndodhet brenda kësaj strukture presioni. Logjika është e lashtë. Kontrollo pragun dhe ndikon gjithçka përtej tij. Në hartat moderne, metoda ka ndryshuar pak, vetëm sensorët janë përmirësuar. Ishulli i Hormuzit ndodhet përgjatë harkut të brendshëm të ngushticës që lidh gjirin persik me detin arab më të gjerë. Stacionet radarike skanojnë kanalin. Anijet patrulluese lëvizin në përkorsit e trafikut. Postet ushtarake mbikëqyrin një nga kalimet më të monitoruara në tokë. Në pjesën më të gjerë të ngushticës, Irani operon 10 mjete të shpejta sulmuese të projektuara për taktika në grup. Të mbështetura nga bateri raketore bregdetare dhe baza detare përgjatë vijës bregdetare. Raketat kundër anijeve si Nur dhe Kader
arrin shumë përtej 100 km, duke vendosur pjesën më të madhe të ngushticës brenda rrezes. Mjetet ajrore pa pilot dhe dronet e mbikëqyrjes e zgjerojnë edhe më tej këtë shikueshmëri. Në disa zona, korsitë detare ngushtohen në vetëm disa kilometra në secilin drejtim. Anijet e mëdha cistern duhet të ndjekin rrugë të parashikueshme. Planifikuesit ushtarak e kuptojnë menjëherë këtë pasojë. Një ishull i vogël pra një porte të ngushtë bëhet më shumë se tokë, bëhet pozicion. Jo vetëm Irani, por edhe Omani luan rol në balancën ushtarake dhe politike të ngushticës së Hormuzit. Një mur malor takohet me detin dhe uji ngushtohet në llogaritje. Gadishulli Musandam formon skajin verior të Omanit, të ushtrirë në ngushticën e Hormuzit si një port guri. Nga lart, bregdetit soptohet në hyrje të gjata, të gjashme me fjorde që fshehin porte dhe pika vëzhgimi. Përtej kanalit të ngushtë ndodhet Irani. Midis tyre kalon një nga korridoret detare më të ndjeshme në tokë. Korsitë hyrëse dhe dalse kanë vetëm disa kilometra gjerësi, të ndara nga një hapësirë e ngushtë uji. Çdo cistern që hyn ose del nga gjiri persik duhet të ndjek këtë rrugë të kufizuara. Rrugët e parashikueshme sjellin mbikëqyrje dhe mbikëqyrja sjell strategji. Këtu, Omani funksionon si pikë vëzhgimi, duke koordinuar trafikun me një stacion radarik të vendosur në majën e malit Jebel Harim, mbi 2000 metër lartësi. Roli i tij është të menaxhojë skemën e ndarjes së trafikut, një sistem detar i rrept i projektuar për të parandaluar përplasjet në hapësira të ngushta. Prania ushtarake pasqyron të njëjtin realitet. Forcat detare iraniane operojnë qindra mjete patrullimi, anije raketore dhe sisteme mbrojtje bregdetare përgjatë vijës veriore të ngushticës. Raketat kundër anijeve me rrezë mbi 100 km vendosin një pjesë të madhe të korridorit brenda arritjes përtej ujit. Flotat perëndimore dhe rajonale mbajnë patrullime për të shoqëruar anijet tregtare dhe për të monitoruar kalimin. Kjo është arsyeja pse Musandami ka rëndësi. Malet nuk shikojnë vetëm detin, ato shikojnë ndikimin. Në një korridor kaq të ngushtë, gjeografia bëhet strategji. Sistemet radarike në të dy anët mbeten vazhdimisht aktive, të drejtuara ndaj njëra tjetrës në çdo moment. Gjatë kalimit në këtë korridor të ngushtë, marinarët shpesh ndjejnë sikur sistemet e armëve janë drejtuar drejt tyre nga të dyja anët. Midis ishullit Larak dhe gadishullit Musandam, ngushtica e Hormuzit ngushtohet në rreth 33 km në pikën më të ngushtë. Megjithatë, korsitë e përdorshme janë shumë më të vogla, vetëm rreth 3 km të gjera në secilin drejtim, të ndara nga një hapësirë e ngushtë. Kjo strukturë detyron një pjesë të mallrave më të vlefshme në botë të lëvizin në linja të kontrolluara dhe të parashikueshme. Në vitet e fundit, pothuajse 1/3 e tregtisë botërore të naftës detare ka kaluar përmes këtij ngushtimi të vetëm strategjik. Mijëra anije tregtare kalojnë këtë korridor çdo vit, duke transportuar energji që furnizon industri, qytete dhe sisteme elektrike në disa kontinente. Mjetet e shpejta sulmuese, bateritë raketore bregdetare, dronët dhe avionet patrullues marrin rëndësi më të madhe kur hapësira është kaq e kufizuar. Në det të hapur, mbikëqyrja vëzhgon. Këtu, ajo mund të ushtrojë presion. Ky nuk është thjesht një kalim, është një pikë ndezje. Ka pasur raste kur anijet luftarake amerikane dhe mjetet patrulluese iraniane kanë lundruar aq pranë njëra tjetrës, sa ushtarët në të dyja anët mund të shihnin qartë fytyrat përmes dylbive. Ata madje mund të dëgjonin transmetimet sfiduese në radio mbi zhurmën e valve.
Guri i kuq ngrihet mbi ujëra të qeta. Mure përballen me një ngushticë të trazuar. Kalaja portugeze e Hormuzit qëndron mbi tokën e kuqe të ishullit, si një fragment nga një shekull tjetër. Muret e saj të trasha mbikëqyrin detin e ngushtë ku gjiri persik takon ujërat e hapura të detit arab. Era lëviz përmes korridoreve të rënuara. Ajri mbart krip dhe pluhur shkretëtire. Nga muret mbrojtëse, horizonti duket i gjerë dhe mashtrueshëm i qetë. Kalaja u ndërtua në fillim të shekullit të 16, pasi forcat portugeze morën kontrollin e Hormuzit, duke synuar të dominojnë rrugët detare tregtare midis Indisë, Persisë dhe Arabisë. Gur mbi gur, ata ndërtuan një fortesë të projektuar për të mbrojtur një nga kalimet më të vlefshme në botën e njohur. Anijet dikur i afroheshin këtyre ujrave duke transportuar erza, mëndafsh, perla dhe argjend nga portet të largëta në Oqeanin Indian. Nga afër, struktura duket e konsumuar, por e shndrueshme. Toka e kuqe përzihet me gur koral në muret e saj. Harqet bosh kornizojnë detin përtej. Zhurma e valve rrin në obor shumë kohë pasi ushtarët janë larguar. Perandorit ndryshuan, rrugët tregtare u zhvendosën. Megjithatë, kalaja vazhdon të mbikëqyr të njëjtën ngushticë. Një dëshmitare e heshtur pra një kalimi që rrallë ka humbur rëndësinë e tij. Nxehtësia mbetet e vazhdueshme. Nxehtësia përcakton peizazhin. Kullat e bardha të erës ngrihen mbi një port të qetë. Një qytet i formuar nga era dhe ujë shtrihet përgjatë bregdetit. Qyteti i vjetër Laft ndodhet në bregun verior të ishullit qeshëm, përballë kanaleve baticore të gjirit persik. Rrugicat e ngushta kalojnë midis shtëpive të ndërtuara me gur koral, balt dhe tokë të pjekur nga dielli. Mbi to ngrihen kapse errash, kulla të holla, të projektuara për të sjellë ajër të freskët në hapësirat e brendshme. Kur era vjen nga deti, kullat prodhojnë një tingull të lehtë mbi çatit. Për shekuj me radhë, ky port i vogël ka vëzhguar ujërat e ngarkuara të ngushticës së Hormuzit. Marinar nga Arabia, Persia dhe Oqeani Indian ankoroheshin këtu, duke transportuar mallra përgjatë rrugëve që lidhnin brigjet të largëta. Porti i Laftit dhe pyjet e mangroveve përreth ofronin strehim për anijet tradicionale që lundronin në ujërat e cekta të gjirit. Sot, qyteti lëviz me një ritëm më të ngadalt. Drita e diellit groh oborret prej guri. Varkat e peshkimit lëkunden përgjatë bregut. Megjithatë, kullat e erës vazhdojnë të ngrihen mbi horizontin e fshatit. Kujtime të qeta të një komuniteti që prej kohësh ka mësuar të jetojë me nxehtësinë, detin dhe kohën. Kjo mund të duket e papritur, por në një ishull të militarizuar si qeshmi, një zeje tradicionale është njohur nga UNESCO si trashëgimi kulturore jo materiale. Bëhet fjalë për aftësitë tradicionale të ndërtimit dhe lundrimit të anijeve iraniane, lenj në gjirin persik, të njohura zyrtarisht në vitin 2011. Përgjatë brigjeve të ishullit qeshëm, kandiret tradicionale të anijeve shtrihen pranë ujrave të qeta. Këtu, skeletet e anijeve prej druri ngrihen gradualisht nga rëra. Trarë të trash përkulen lart si brinj. Mjeshtrat lëvizin me kujdes mbi këto struktura, duke formuar dërasat me sharra, çekiç dhe duar të qëndrueshme. Ritmi i mjeteve përhapet në përkantier, ndërsa druri përgjigjet me një tingull të zbrazët dhe të qëndrueshëm. Këto anije i përkasin një tradite të gjatë detare të gjirit. Për breza me radhë, ndërtuesit e anijeve në qeshëm kanë krijuar dheu prej druri që transportonin mallra dhe udhëtar midis Persisë, Arabisë, Indisë dhe brigjeve lindore të Afrikës. Edhe sot, disa prej këtyre anijeve arrin mbi 30 metra gjatësi,
Ato ndërtohen pothuajse tërësisht me dorë, duke përdorur teknika të trashëguara nga mjeshtri të nxënësi. Nga afër, ndërtimi tregon një saktësi të qetë. Trasat e lakuara bashkohen pa hapësira të dukshme. Litarët shtrëngojnë strukturën para se të vendosin lidhjet metalike. Kur një anije e përfunduar prek ujin, por t'i hesht për një moment, një tjetër anije i bashkohet traditës së gjatë të gjirit persik. Një tjetër vend i njohur nga UNESCO ndodhet në ishullin Qeshëm, Gjeoparku Qeshëm. Gjeoparku Qeshëm shtrihet në të gjithë ishullin që ruan ngushticën e Hormuzit. Këtu, toka duket e gdhendur dhe jo e formuar, kanjonit të ngushta përdridhen përmes shkëmbinjve të zbetë. Era lëviz përmes tyre me një tingull të ulët dhe të zbrazët. Drita e fortë e diellit mbulon krishtat e ekspozuara përpara se të zhytet papritur në hije. Ishulli paraqitet si një regjistër i hapur gjeologjik. Shtresë mbi shtresë, asgjë nuk duket e re. Terreni është i lashtë. Ky peizazh përmban Gjeoparkun e parë global të UNESCO-s në lindjen e mesme. Në të gjithë ishullin, erozioni zbulon kupola kripe, kodra sedimentare të palosura dhe lugina të gjata të formuara nga ujëra që janë zhdukur shumë kohë më parë. Në disa zona, shkëmbi shpërbëhet si balë të thatë, në të tjera ai shkëlqen përmes kristaleve të kripës. Pavarësisht kushteve të vështira, jeta vazhdon. Pyjet e mangroveve rriten përgjatë brigjeve baticore. Zësht kalojnë në qiellin e qetë mbi lugina. Era vazhdon të lëviz përmes korridoreve të gurit. Ishulli qëndron i palëvizshëm, ndërsa toka regjistron transformimin e saj të ngadalt. Për një moment, vëmendja largohet nga prania ushtarake dhe tensionet politike. Fokusi zhvendoset drejt një vendi ku guri bëhet ngjyrë dhe gjeologjia bëhet shprehje. Kjo është lugina e ylberit në ishullin Hormuz, një ishull i vogël vulkanik pranë hyrjes së gjirit persik. Toka zbulon një gamë të jashtëzakonshme mineralesh. Shtresat e oksidit të hekurit, përbërjeve të sjufurit dhe depozitave të kripës ngjyrosin kodrat në breza me tone të gjalla. Lugina duket pothuajse jo reale. Shpatet me dhe të kuq të thellë zbresin pranë krishtave të arta dhe portokalli. Shkëmbi vulkanik i errët shfaqet midis tyre, si goditje, mbi një sipërfaqe të gjerë të formuar nga nxehtësia, presioni dhe koha. Asnjë ndikim njerëzor nuk i ka organizuar këto ngjyra. Proceset natyrore i kanë krijuar ato. Era lëviz lehtë mbi dyshemen e luginës, duke transportuar grimë carëre me ngjyra përgjatë stigjeve të ngushta midis kodrave. Me çdo stuhi dhe rreshje shiu, peizazhi ndryshon, duke përzierë mineralet në modele të reja mbi terren. Këtu, ishulli Hormuz zbulon një përbërje natyrore mineralesh. Forcat nën sipërfaqe kanë formuar një nga peizazhet më të jashtëzakonshme në gjirin persik. Çfarë lloj ishulli fshelë me kripe nën sipërfaqen e tij? Çfarë lloj mali tretet gradualisht në shpella kristali dhe hije? Thellë brenda ishullit Hormuz ndodhet një nga peizazhet më të pazakonta të gjirit persik. Shpella e kripës në Hormuz shtrihet përmes një kupole të madhe kripe, të shtyrë lart nga thellësitë e korës së tokës. Ku presioni ka ngritur ngadalë shtresat të lashta mineralesh drejt sipërfaqes. Krip sipër, krip poshtë, heshtje në mes. Brenda shpellës, ajri ftohet shpejt. Muret prej kripe të bardhë dhe ngjyrë qelibar pasqyrojnë dritë të zbetë, duke zbuluar nuanca ari, roz dhe gri. Sipërfaqja duket të lëmuar në disa vende dhe ashpër në të tjera, ku kristalet minerale janë formuar gjatë periudhave të gjata. Rrjedhat të vogla ujë mineral kalojnë her pas here përmes dyshemes së shpellës, duke tretur kripën dhe duke formuar kanale të ngushta më thellë në shkëmb. Pik pas pike,
shpella vazhdon të transformohet në kohë të zgjatura gjeologjike. Nga jashtë, Ormuzi duket i thatë dhe i ashpër. Në kodrat e tij shumëngjyrëshe megjithatë, shtrihet një sistem i fshehur kristalesh dhe dhomash nëntoksore. Guri tretet ngadalë, koha vepron në mënyrë të qëndrueshme dhe toka gradualisht zhduron shkëmbin e fortë në një rrjet të ndritshëm kripe dhe hije. Një kanal i ngushtë detar shtrihet midis maleve të pjerta të shkretëtirës. Uji i qetë pasqyron shkëmbin guri dhe hije. Këto janë fjordet arabe të gadishullit Musandam, ku malet e ashpra zbresin në mënyrë të theksuar në ujërat blu të ngushticës së Hormuzit. Gjatë mijëra viteve, forcat tektonike ngritën këto vargje gëlqerore, ndërsa deti kthendi hyrje të thella midis tyre. Nga uji, shkëmbin duken të mëdhenj. Shtresat e gurit të zbet ngrihen në formacione të njëpasnjëshme, mbi gjire të ngushta dhe limane të fshehura. Deti lëviz lehtë nëpër kanale, duke ndryshuar ngjyrë nga blu e thellë në turkeze të ndryshme pranë bregut. Varkat tradicionale për druri lëvizin në mënyrë të qëndrueshme mbi sipërfaqe. Peshkatarët udhëtojnë midis fshatrave të vegjël bregdetar të vendosur në gjire të mbrojtura përgjatë vijës së ashpër bregdetare. Era lëviz mbi shkëmbin. Zogj detar rrotullohen mbi kreshtat e larta. Pavarësisht për masave të tyre, fjordet arabe mbeten mjedise të qeta, ku malet, deti dhe aktiviteti njerëzor bashkëtojnë hapësira të kufizuara. Në Musandam, shkretëtira nuk përfundon në bregdet, ajo zbret në det, duke krijuar një nga peizazhet më të veçanta bregdetare të gadishullit arabik. Një mal i zbet ngrihet mbi fjordet arabe, era lëviz në mënyrë të qëndrueshme mbi kreshtat e tij të larta. Xhebel Harim qëndron si maja më e lartë e gadishullit Musandam në Omanin Verior. Shpatet e tij zbulojnë shtresa gëlqerore të lashta, të formuara në një oqean parahistorik shumë kohë përpara se gadishulli arabik të ngrihej nga deti. Fosile koralesh dhe guaskash detare mbeten të dukshme në shkëmb, duke treguar se këto lartësi dikur ishin në ujë. Taraca guri shtrihen në përlugina të ngushta. Terreni duket i ashpër. Megjithatë, jeta vazhdon të ekzistojë në forma të përshtatura. Tar arab gjiten në shkëmbin të pjerët me lëvizje të kontrolluar. Këto kafsh lëvizin në vende ku pak grabiqar mund të arrijnë. Pranë tyre, dhelprat të shkretëtirës lëvizin në përgryka shkëmbore në muzg, duke kërkuar insekte dhe pre të vogla. Mbi shpatet, zogjt rrotullohen në rrymat e ajrit në ngritje. Hutat egjiptiane rrëshqasin në rrymat termike, ndërsa skitherët qëndrojnë pezull për një moment, përpara se të zbresin me shpejtësi drejt tokës për të kapur prenë. Guri, era dhe jeta e fshehur e përcaktojnë këtë mjedis. Pavarësisht mungesës së lagështisë, shkure të shpërndara dhe barishte të forta rritën në xhepa të vegjël toke midis shkëmbinjve. Këto bim mbështesin kafshët që jetojnë këtu, duke formuar një ekosistem të brisht, të formuar nga nxehtësia, era dhe lartësia. Në shpatet e Xhebel Harim, mali i shkretëtirës tregon se edhe peizazhet më të ashpra mund të mbështesin jetën. Udhëtimi përmes ngushticës së Hormuzit rrin në fazën e tij përfundimtare, në Kumzar, një fshat i largët, i vendosur në skajin verior të gadishullit Musandam të Omanit. I rrethuar nga shkëmbin të pjerrët dhe fjordet të thella, fshati është i arritshëm kryesisht me varg. Jeta në Kumzar ndjek një ritëm të qëndrueshëm. Varkat e peshkimit largohen në agim dhe kthehen me kapjen e ditës nga ujërat e ngushticës së Hormuzit. Rrjetat thahen përgjatë bregut. Fëmijët ecin në shtigje të ngushta midis shtëpive prej guri që përballen me detin. Popullsia lokale flet Kumzari, një gjuhë e rrallë që gjendet në shumë pak vende në botë. Ajo kombinon elemente të persishtes, arabishtes
dhe dialekteve më të vjetra, rajonale, duke reflektuar shekuj tregtie detare që dikur kalonte nëpër këto ujëra. Një fshat i vogël, një kulturë e ruajtur dhe një gjuhë e formuar nga gjeografia krijojnë një mjedis të veçantë. Ndërsa qytetet moderne zgjerohen në gjirin persik, Kumzari mbetet i lidhur me ritme të përcaktuara nga peshkimi, moti dhe tradita. Varkat prej druri mbeten përgjatë bregut. Zërat përhapen në përport në një gjuhë të transmetuar brez pas brezi. Në Kumzar, vazhdimësia kulturore ruhet përmes një lidhje të ngushtë midis detit, maleve dhe komunitetit. Udhëtimi përmes ngushticës së Hormuzit përfundon, por tensioni i brendshëm mbetet si një vijë e shtrirë mbi sipërfaqen e detit. Zgjidhja e konflikteve rajonale mbetet e pasigurt. Megjithatë, kujtesa vizuale mbetet e qartë, rëra e kuqe që prek ujin. Shkëmbinjtë dhe luginat minerale që ngjajnë me një kompozim të papërfunduar. Shpellat e kripës që reflektojnë dritë të ftohtë. Fortifikimet të lashta që mbikëqyrojnë detin si struktura të qëndrueshme. Hormuzi përfaqëson më shumë se një pikë strategjike. Ai kombinon rëndësi gjeopolitike me kompleksitet natyror. Edhe brenda një prej korridoreve detare më të ndjeshme në tokë, proceset natyrore vazhdojnë të formojnë mjedisin me qëndrueshmëri. Nëse ky udhëtim ju ka pëlqyer, abononi në kanalin ton duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e zilës. Faleminderit për shikimin.